Dita e 14. Një histori e mbi natyrshme. Dhe ndodhi që, në ato ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit për të regjistruar gjithë botën. Ky regjistrim, që i pari kur Kyreni ishte qeveritari i Sirisë, dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin, secili në qytetin e vet. Por edhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit të Galiles për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Betlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i fisit të Davidit, për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e tij të premtuar, e cila qeshta të zën. Kështu, ndërsa ishin atje, asaj u mbushën ditët për të lindur. Luka 2, 1-6. Në kapitullin e parë të Ungjillit sipas Lukës, sapo autori e prezanton veten si një historian i orientuar drejt hollosive, hy menjëherë në një mjedis të mbushur me ndodhi të mbinatyrshme. Historia e lindjes së Jezusit është e mbushur me engjëj, parashikime dhe mrekulli. Dhe kur Luka i raporton këto ngjarje, nuk na i ofron ato si histori imagjinare apo spekulime poetike, por si ngjarje reale, si histori. Në ditët tona, është bërë mod të kërkosh të vërtetën, por është tabu të thuar se e ke gjetur atë. Kultura jon do të donte të besonim se, edhe pse është mirë të ofrojmë një koncept ose një ide, nuk duhet të themi se kemi siguri. Luka ishte ndryshe. Ai nuk kënaqej me asgjë më pak se sa të diturit me siguri, si për veten, ashtu edhe për të tjerët. Kjo është arsyeja pse, mes ndodhive të mbinatyrshme, Luka na ofron vëzhgime politike, sociale, gjeografike dhe historike. Këto mund të duken mjaft të zakonshme, por të gjitha kanë rëndësi. Po na tregohet se të gjitha këto ngjarje kanë ndodhur në një kohë reale dhe historike. Edhe pse njerëzit në atë kohë nuk kishin Google apo media sociale, ata e njihnin edhe kohën, edhe personin që kishte shërbyer si qeveritar. Ata mund të shkonin te proces verbali i censit dhe të kërkonin emrin e Jozefit. Shkrimtari i Ungjillit nuk po jepte një filozofi, një ide, madje as një fe. Me çdo fjalë dhe hollosi, Luka e bëri shumë të qartë se historia e Jezusit nuk ekziston në boshllëk. Historianët e shekullit të parë dhe të dytë nuk kishin asnjë dyshim në lidhje me vërtetësinë e Jezusit. Taciti, një historian romak që shkroi në fillim të shekullit të dytë, nuk kishte pikë interesi që t'i mbështeste pretendimet e Krishtit, por ai ishte absolutisht i bindur se Jezusi nuk ishte një personazh mitologjik. Jozefi, një historian jude që shkroi në vitin 93 pas Krishtit, pohoi faktin se jeta, vdekja dhe ringjallja e Jezusit u shpallën nga ndjekësit e tij. Çështja është kjo: kur lexuam se Maria e vuri djalin e saj të paralindur në një grazhd, ajo e bëri vërtet. Kur lexuam se fëmia që ajo lindi u ngjiz me fuqinë e frymës së shenjtë, kështu ndodhi me të vërtetë. Këto elemente të mbinatyrshme janë pjesë e qenësishme e rrëfimit të Ungjillit, dhe përfshirja e hollosive historike nga Luka është për të theksuar pretendimin e tij se Ungjilli i tij e ka vendin te seksioni i historisë dhe jo në raftin e trillimeve. Çdo stin krishtlindjeje, në gazeta dhe revista, botohen artikuj që heqin tej mrekullit dhe premtojnë të zbulojnë historinë reale të krishtlindjes së parë. Por kjo është e pamundur. Pa të mbinatyrshmen, nuk ka krishtlindje dhe nuk ka as Ungjill. Historia e Ungjillit të Lukës është e mbinatyrshme në tërësinë e saj, dhe jo vetëm në fillimin e saj, sepse është historia e krijuesit të universit që hyn në kohë, duke e zbuluar veten si shpëtimtar dhe mbret. Me siguri që do të ishte më e çuditshme nëse Perëndia i gjithëpushtetshëm nuk do të hynte dhe nuk do të dilte nga bota në mënyra krejtësisht të mbinatyrshme, mënyra të cilat do t'i linin gojë hapur njerëzit e thjeshtë. Në të vërtetë, në secilën prej ngjarjeve të mbinatyrshme të regjistruara nga Luka, gjejmë njerëz besnik që kishin reflektuar mbi shkrimet dhe po prisnin me zell që Perëndia të hynte në mjedisin e tyre
në një mënyrë që nuk ishte ndodhur kurrë më parë dhe nuk do të ndodhte më kurrë. Kur Perëndia erdhi, këta ishin njerëzit që ishin gati për ardhjen e tij dhe që ai të bënte atë që vetëm ai mundej. Këta ishin njerëzit që reaguan me besim dhe mahnitje gëzim plot. Krishterimi është përfundimisht i pa kuptimt pa ndërhyrjen e plot fuqishme dhe të mrekullueshme të Perëndisë në kohë. Perëndia ka ardhur që të na takojë, dhe ai nuk erdhi në biblioteka apo salla leksionesh, tek ata që përpiqen të zbulojnë se çfarë është e mundshme ose e besueshme nga ana njerëzore. Ai nuk erdhi as në korridoret e pushtetit politik apo në pallatin e perandorit August. Ai erdhi që të na takonte në një stall baktisht në Betlehem. Ai erdhi që të na takonte në një kryq romak në Kalvar. Madje edhe tani, ai na takon nëpërmjet frymës së tij të shenjtë. Ai punon në mënyra të cilat nuk mund t'i shpjegojmë dhe as t'i parashikojmë dot. Siç e pam edhe para 2 ditësh, Krishtlindja na tregon se Perëndia është i përfshirë në mënyrë të mbinatyrshme në botën e tij. Kjo meriton të përsëritet, sepse shkon kundër prirjes së kulturës sonë, e cila prirë të mohoj të mbinatyrshmen dhe të dënoj çdo që është i sigurt për të mbinatyrshmen. Ama, si ngjizja e Virgjër, ashtu edhe ringjallja nga varri, na flasin për realitetin e veprimtarisë së pashpjegueshme të Perëndisë dhe mundësinë e të qenë i sigurt për faktin se kush është ai dhe çfarë ka bërë. Në fakt, nuk është krenar ai që është i sigurt për atë që nuk e ka parë, por që bazohet mbi dëshminë e fjalës së Perëndisë. Krenar është ai person që e përjashton mundësinë që Perëndia të hyjë në krijimin e tij, bazuar në paaftësinë e mendjes së tij për ta kuptuar se si e bëri ai këtë gjë. Stina e Adventit është një kohë e mrekullueshme për të shqyrtuar misterin e veprës hyjnore të Perëndisë në histori. Nëse e bëjmë këtë, zemrat tona do të trazohen sërish nga mrekullia e dashurisë mbinatyrshme të Perëndisë triun për ne, dhe sytë tanë do të bëhen gati për të parë mënyrat e habitshme në të cilat Perëndia vepron brenda dhe përreth nesh. Mënyra të cilat nuk mundemi t'i shpjegojmë dhe as t'i parashikojmë, por që duam t'i përjetojmë dhe t'a lavdërojmë Perëndin për to. Për reflektim, a je i rrezikuar që të jetosh sikur Perëndia nuk është duke punuar në mënyrë të mbinatyrshme sot? Çfarë ndryshimi mendon se do të vinte në lutjet e tua, në vendimet e tua dhe në këndvështrimin tënd ndaj çdo dite, nëse kujton se Perëndia vazhdon të punojë në botën e tij? Stallë pushonte në grasht, Jezusi i vogël i shtrirë i kasht, qithyjet e qelit gëzoheshin shumë, vështronin Jezusin si foshnjë në gjumë. Dhe kur bagëtia pëlliste në stall, Jezusi i qetë ai rinte pa qarë, Jezusun të dua nga qeli shiko, dhe gjerë sa mëngjesi tagoj ti qëndro. Të lutem Zot Jezus pran meje qëndro, për herë për jetë më dua jo Zot, bekoj gjithë fëmijët që ty të beson.